Zhdukja misterioze dy kushërinjve Alfons dhe Pasqualino Kolndreka nga fshati Stajk i Shkodrës ka vënë në lëvizje forcat Renea dhe polumbarët. Pas pretendimeve të familjarëve se ata mund të jenë rrëzuar me automjetin e tyre në Lumin Trin, në zonë kanë nisur kërkimet. Qertë në mëngjes polumbarët kanë filluar operacionin për gjetjen e trupave, por edhe ndonjë gjurmë të makinës. Deri në mesditë nga kërkimet dhe zhytjet e polumbarëve nuk rezultoi asgjë, madje nuk u gjet as makina tip Golf 4 ngjyrë blu, që mendohet të ketë rënë së bashku me dy kushërinjt. Familjarët e të rinjve kanë ndjekur me ankth kërkimet, ndërsa nuk kanë pranuar të flasin për kamerat. Sipas policisë, ata kanë ngritur pretendimet se Alfonsi dhe Pasqualino, 20 dhe 22 vjeç, kanë dalë nga rruga pranë kthesës së Beltojës. Më herët janë sinjalizuar se fëmijët e tyre po ecnin me shpejtësi në drejtim të Shkodrës, ku ishin nisur për të festuar Krishtlindjen. Pasi kanë parë edhe shenjat e frenimit në rrugë dhe dëmtimin e parmakëve në kthesën e Beltojës, familjarët dyshojnë që dy djemt të kenë përfunduar në lumë. Alfons dhe Pasqualino Kolndreka i pasditën e së ënës janë nisur me makinën e tyre nga fshati Stajk drejt Shkodrës. Gjatë rrugës ata kanë humbur kontaktet me familjen, ndërsa telefonat e tyre nuk kanë më sinjal. Polumbarët vjojnë kërkimet në ujërat e Drinit, ndërsa policia vazhdon hetimet për zhdukjen misterioze të dy të rinjve.